Le fauste nozze di Re Zog I con la contessina Geraldina Apponi, celebrate a Tirana fra l'esultanza di tutto un popolo. Cortei di automobili che convogliano gli invitati al Palazzo Reale, dove verrà celebrato il rito civile, attraversano le vie della capitale fra ali di popolo che salutava con particolare fervore gli ospiti italiani. Më 27 prill të vitit 1938, teksa merrte pjesë në ceremoninë e martesës madhështore të mbretit Zog, Conti Ciano, ministri i jashtëm i Italisë, mundohej të fshihte një shqetësim në rritje. Atij nuk i pëlqente fare kjo lidhje martese me influencë gjermane, nuk i pëlqente që Adolf Hitleri si dhuratë për dasëm kishte dërguar një Mercedes të madh dhe luksoz, një lloj si atë që përdorte edhe vetë. Galeazzo Ciano ishte ministri i jashtëm i një vendi që vazhdonte të ruante të pandryshueshme politikën për Shqipërinë. Territoret shqiptare, si dikur nën perandorinë romake, duhej të përfshiheshin sërish në mbretërinë italiane. Pikërisht fal këtij orientimi, që pas marrjes së pushtetit, qeveria e Benito Mussolinit kishte derdhur të holla pafund për të ndërtuar rrugët dhe urat e këtij vendi të vogël ballkanik. Madje të hollat ishin harxhuar edhe për gjithçka tjetër që mund të konsiderohej se mbante erë qytetërim. Ishin investime që nuk duhej të shkonin dëm, nuk duhej të shkonin për dhiamqeni. Shqetësimet e Contit Ciano përfunduan më 7 prill të vitit 1939, kur trupat italiane pushtuan Shqipërinë. Ishin ditë të lavdishme. Ai do të konsiderohej me të drejtë si strategu që kishte sajuar dhe përgatitur gjithçka, me qëllim që shqiptarët të bënin sa më pak përpjekje për të kundërshtuar pushtimin italian. Vlerësimet nga Mussolini, por edhe nga mbreti Viktor Emanueli III, i mbërrinin më së shumti me motivacionin se kishte shtënë në duar krejt Shqipërinë pas brazur as edhe një pushk të vetme. Por pushtimi i Shqipërisë duket se kishte qenë vetëm kafshata e parë, ajo e hapjes së Oreksit të një perandorie të madhe. Doktrina italiane ishte doktrinë në thelb mesdhetar. Ishte doktrina që quhej The Emperor of Sun, ose perandoria e diellit. Italia kishte si idol në kohën e Duçes ripërtritjen e perandorisë romake, ku pellgu i Mesdhot përbënte bazën e zhvillimit të saj. Në fakt nuk ishte lehtë për Italinë, vetëm Shqipëria shikohej si një vend i dobët, një hapësirë ende e pa kristalizuar, pa potenciale të brendshme rezistence, me armiqësi të madhe me sllavët përreth, dhe pa ndonjë fuqi afiliative që do të mund të jepte dorën për të mbështetur procesin e ngritjes e të konsolidimit. Kështu që në një farë mënyrë si pika më dobët që ishte Ballkani, Shqipëria u bë pre e parë e ambicjeve të Duçes Mussolinit për të sunduar në Ballkan. Doktrina italiane përkonte relativisht me filozofinë e politikës së Hitlerit, edhe Italia shikonte të domosdoshme që të mund të mobilizonte faktorët shqiptar, të përdorte pikërisht ato pika që përbënin brengat e nacionalizmit shqiptar, siç ishte ndarja e 4 vilajeteve. Nga procesi i luftës parë shqiptarët humbën vilajetin e Aninës, vilajetin e Kosovës, vilajetin e Manastirit. Vetëm vilajeti i Shkodrës, relativisht dhe pjesë të vilajeteve të tjera arritën të krijonin një Shqipëri të vogël londineze. Duke qenë një çështje shumë e nxehtë, një kauzë sapo ishte humbur, Italia ditë ta përdorte, propaganda e luftës së Duçes ishte shumë e fuqishme, Duçi ishte një gazetar shumë karizmatik, media e tij arriti të sensibilizonte shumë faktorët nacionalist edhe etnik në hapësirën shqiptare, duke u përpjekur që të binte sidomos elitat me lidhje edhe me ndikim në Itali, që vetëm përmes një fuqie të madhe siç është Italia, shqiptarët do të rimerrnin sërish vilajetet e humbura, do të rifjetonin territoret e shkëputura dhe popullsitë e shpërndara në 5 shtete.
Pushtimi i Shqipërisë dhe ngjarjet që rodhën më pas nxorën në dritë faktin se italianët kishin vite që përgatisnin terrenin për një ndërhyrje ushtarake në Ballkan. Të dhënat më të sakta që zbardhin këtë kohë historike, cituara pothuaj nga të gjithë historianët, janë konsideruar shënimet në ditarin e kontit Ciano, të publikuara menjëherë pas përfundimit të luftës së dytë. Kështu, më 12 maj të vitit 1939, vetëm një muaj pas pushtimit të Shqipërisë, konti Ciano shkruan se rrugët e ndërtuara në Shqipëri ishin planifikuar të shkonin drejt kufirit grek, edhe se ky plan ishte urdhëruar nga Duqja, i cili për ditë më tepër mendonte që në rastin më të parë të sulmonte Greqinë. Por që të sulmoj Greqia apo edhe Jugoslavia, me të cilën italianët ruanin marrëdhënie në dukje të mira, duheshin gjetur pretekste, edhe preteksti më i bukur, i ardhur si krejt rastësisht në mendjen e Cianos, do të kishte lidhje me shqiptarët që jetonin të shtypur dhe të kërcënuar në Kosovë dhe Çamëri. Ishte data 21 prill. Pra jemi vetëm 2 javë pas pushtimit të Shqipërisë, kur Ciano regjistron në ditarin e tij të dhëna për një bisedë mes tij dhe Tahir Shtyllës, një ish diplomat shqiptar në Beograd. Në këtë takim, Shtylla informon Cianon për problemin e kosovarëve, të 150.000 shqiptarëve të fortë, të vendosur dhe entuziast për bashkimin me shtetin Am. Që nga kjo kohë, dokumentet vërtetojnë se italianët kanë nisur të investohen në ndërmarrjen e tyre për pushtimin e Çamërisë dhe Kosovës, duke argumentuar se shqiptarët e shtetit Am, që tashmë ishin pjesë përbërëse e mbretërisë italiane, kërkonin me ngulm bashkimin me këto troje ku bashkombasit e tyre ishin të shtypur dhe të rrezikuar. Kështu, pas e krejt pa e llogaritur më parë, pushtuesit italian po shkonin drejt konfigurimit të nocionit propagandistik të Shqipërisë së Madhe. Dokumentet thonë se fillimisht italianët e zgjidhen qesen për të financuar rritjen e ndjenjës kombëtare shqiptare në Kosovë dhe në Shkup, ndërsa interesi italian për depërtimin në territorin grek zbardhet në një bisedë mes Duçes dhe Cianos, realizuar më 3 qershor të vitit 1939. Duçja dhe unë ngritëm problemin e irredentizmit në Kosovë dhe Çamëri. Duçja definoi këtë irredentizëm si një dritë të vogël në fund të tunelit, edhe një temë ideale për ta luajtur në të ardhmen, edhe për të mbajtur lart dhe të bashkuar shpirtin nacional të shqiptarëve. Por edhe Hitleri nga ana e vet ishte i kënaqur me ekspansionin e aleatëve të tij italian në Ballkan. Në 21 maj të vitit 1939, pas takimit me Hitlerin, Ciano shkruan se Führeri ishte i kënaqur me paktin dhe konfirmoi faktin se politika mesdhetare duhet të drejtohet nga Italia. Po kështu Hitleri ishte interesuar për Shqipërinë dhe ishte entuziast për programin ton që të bëjmë Shqipërinë një bastion që do të dominojë Ballkanin në mënyrë të pashmangshme. Një vit më pas, konti Ciano shkrua në ditarin e tij se tashmë ideja e Shqipërisë së Madhe e bashkimit të Kosovës dhe Çamërisë e kishte rritur aq shumë popularitetin e italianëve, saqë ishte duke besuar se ata ishin duke u bërë kampionët e nacionalizmit shqiptar. Ndërkohë Mussolini e qua ndërhyrjen e armatosur në Greqi si një akt force për shkak të një hesapi të vjetër të vitit 1923. Ciano nuk jep sqarime, por kjo ka lidhje me vrasjen e Enrico Tellinit, kryetarit italian të Komisionit të ndarjes së kufive të Shqipërisë. Vrasja ndodhi në afërsi të Kakavijës dhe hetimet italiane të kohës vërtetuan se autor ishin pikërisht grekët. Gjithsesi, në një tjetër rast, Mussolini shprehet se nëse do të arrihej që të pushtojë Çamëria, por edhe Korfuzi pa u shkrepur asnjë pushk, ai do të mjaftohej me kaq. Dy janë pikat kryesore ku operacioni strategjik i Italisë fashiste përdori faktorin shqiptar. Hapësira e parë ishte drejt jugut, ku bën përpjekje shumë të mëdha për të mobilizuar element nacionalist. Natyrisht një pjesë e tyre me të vërtet ishin idealistë dhe shpresonin se përmes doktrinës së Duçes do realizonin aspiratën kombëtare për shlirimin e Çamërisë. Një pjesë ishin të manipuluar, një pjesë ishin shumë ignorant për të kuptuar djazinë e fashizmit. Kështu që nuk është mirë që të gjithë të fusim në një thes në konsideratën ndaj tyre.
të kuptohemi drejt, ishte një makineri jashtëzakonshme propagandistike, një fuqi shumë të madhe. Shqiptarët aty ishin diku tek 1 milion banor, nuk arrinin dot të dominonin propagandën e fuqishme të Italisë fashiste, kështu që në një mas të konsiderueshme një pjesë e elitës e njerëzve me ndikim ranë, si thosh, viktima e kësaj propagande, dhe shqiptarët një farmase do ta paguanin këtë kosto, këtë faturë në vitet e pasluftës. Vektori i dytë i politikës italiane ishte drejt veriut. Italia kishte tradita bashkëpunimi me veriun, edhe shteti Vatikanit kishte investuar shumë gjatë, sidomos në regionet katolike. Italianët i shpallën luftë Greqisë me njëherë pasi Hitleri i drejtoi trupat e tij drejt Europës lindore, ndërkohë që në terren shkaku zyrtar i nisjes së luftës do të gjendej pas një incidenti të rëndomt të vrasjes së një bariu shqiptar të quajtur Daud Hoxha. Përkundër llogarive të italianëve, sulmi i nisur në 28 tetor të vitit 1940 ndaj Greqisë dështoi. Forcat italiane u thyen dhe u tërhoqën duke u lënë terren forcave greke të ndiqnin edhe në brendësi të kufive shqiptar. Që tregojnë dhe këto pamje, vetë Mussolini mbërriti në linjën e frontit italo-grek. Por prania e tij nuk ndryshoi asgjë. Duaj ndërhyrja e Hitlerit që ngjarje të merrnin tjetër rrjedh. Hitleri nuk mund të duronte një poshtërim të tillë të aleatit të tij përballë ushtrisë greke. Kështu, brenda pak ditësh, Hitleri me një të rënd të shpatës pushtoi edhe Jugosllavinë edhe Greqinë. Një zhvillim që përfundimisht i hapi dritën jeshile iniciativës italiane për të krijuar një Shqipëri të madhe. Pas pushtimit të Jugosllavisë nga Gjermania naziste, takohet ministri i jashtëm gjerman Joachim von Ribbentrop me ministrin e jashtëm italian Continciano dhe vendosin ndarjen e zonave të influencës në këtë territor të pushtuar, që përfshinte Jugosllavinë, që përfshinte edhe Shqipërinë. Dhe marrëveshja midis tyre rezultoi e tillë që veriun e Kosovës e mori Jugoslavia, që në atë kohë qeverise nga qeveria Quislinge Milan Ediqit. Zonën e Preshevës, Medvegjës, Bujanovcit, Vitis, Kaçanikut, Kumanovës i mori Bullgaria e Car Borisit. Ndërsa pjesa tjetër e Kosovës dhe pjesa tjetër shqiptare që mbeti në Maqedoni, ju bashkua Shqipërisë dhe mbas kësaj lindi ai nocion që vazhdon edhe në ditët tona, që u quajt Shqipëri e Madhe. Pra, kemi të bëjmë me një apelacion nazifashist, por që nuk përputhet kursesi me shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë natyrale të 28 nëntorit 1912 nga Ismail Qemali, Hasan Prishtinat, Dominikol Kaçori, Det Gjeluri, Sabek Boletini e tjerë. Ja dhe harta e kufinjve të rinj të Shqipërisë. Për herë të parë brenda tyre u përfshi pjesa më e madhe e Kosovës, si dhe një pjesë e mirë e trojeve shqiptare që sot gjenden në Maqedoni. Por edhe pse gjermanët e pushtuan krejtësisht territorin grek, edhe pse këto territore u administruan fillimisht nga ushtria italiane, çamëria sërish mbeti jashtë trungut shqiptar. Mbeti jashtë. Gjithë trojet shqiptare që sot janë në Maltëzi, Ulqin, Plavë Guci, Tuzë dhe Malsi. Mbeti jashtë gjithë veriu i Kosovës, duke përfshirë edhe Mitrovicën veriore. Mbeti jashtë gjithë lugina e Preshevës ose ish Kosova lindore,
mbeti jashtë krahina e Vitis, mbetën jashtë krahina e Kaçanikut, mbeti jashtë krahina e Kumanovës. Por përkundër premtimeve që kishte bërë Italia dhe Gjermania për bashkimin e të gjitha territoreve në një Shqipëri etnike, kjo nuk u arrit krejtësisht. Çamëria mbeti jashtë. Faktori kolaboracionist grek pati peshë më të madhe. I leverdiste kushtuesit gjerman që ta kishte për vete dhe të evitonte një rezistencë të fortë në Greqi dhe si duket në ato planet llogarit që ata bën nuk u rezultoi e leverdishme. Por ata ndoqën një politikë, domethënë të dyanshme, trupat gjermane. Pra, nga njëra nuk e realizuan ato premtime që kishin bërë, por nga ana tjetër lejuan një lloj vetëqeverisjeje lokale. Pra u kryua një komitet krahinor dhe këshilla lokale në zona, në fshatra apo në zona të caktuara vetëqeverisëse, të shtira kryesisht në fushën e rendit, qetësisë, për shkollat, për shembull etj. Nuk e njohën zyrtarisht, asnjëherë nuk i njohën pra këtë këshill krahinor dhe këto këshilla të tjera lokale, pra nuk i njohën asnjëherë, por as ju përgjigjen pozitivisht qeverisë kolaboracioniste greke që t'i shpërndante ato dhe të rikthej administrata greke. Gjithsesi, në këtë kohë, bashkimi i trojeve shqiptare u prit me kënaqësi të shtuar, sidomos nga banorët e trevave të Kosovës dhe zonave të Maqedonisë së Ardhme. Të çliruar nga shtypja serbe, pavarësisht se ishin në kundërën e një tjetër pushtimi, pavarësisht se askush nuk kishte mundësi të bënte llogari se sa do të zgjasnin këto ditë me diell, shqiptarët nisën ta shijonin me kënaqësi edhe këtë lloj lirie. Periudhën midis dy luftrave duhet ta kemi parasysh që u zhvilluan dy doktrina shumë famkeqe kundër shqiptarëve, që ndikuan shumë në periudhën e luftës së dytë. Ishte doktrina e Venizelosit, doktrina e Voriopirit u realizua pikërisht mos shumti midis luftës së parë dhe dytë, që shënonte në thelb bashkimin sipas konceptit të Venizelosit të gjithë të Epirit në një shtet të vetëm, duke injoruar ekzistencën e faktorit shqiptar, e të elementit autokton shqiptar, që ishte një pjesë e lavdishme e glorifikuar e historisë Iliro Piroti nga Gjeshka Sroti i Ktej Spakut. Nga ana tjetër kemi doktrinën po kaq famkeqe të Vasa Çubrilovicit dhe Expulsion of Albanian, që fillon pikërisht nga mesi i viteve 30, është doktrina e pastrimit të dhunshëm etnik të shqiptarëve në Kosovë. Nga veriu doktrina e Çubrilovicit dhe nga jugu doktrina e Venizelosit dhe Voriopirit e kishin frustruar, e kishin presuar jashtëzakonisht çështjen shqiptare. Kështu që nëse për botën periudha midis dy luftrave ishte relativisht e qetë, për faktorin shqiptar lidhja midis luftës së parë dhe luftës së dytë është pothuajse pa shkputur. Shqiptarët jetuan gjatë tërë kohës përballë. Kur pushoi lufta parë botërore fillon problemet me fqinjet, kur pushon problemet me fqinjet filloi lufta dytë botërore. Dhe kjo situatë, tensionimit etnik, ekzistencës etnike, si thua, u mirëprit momentin kur Italia, një fuqi e madhe, një fuqi e mirënjohur në botë, mori përsipër ta zgjidhte këtë sfidë. Ato vinin nga një pushtim, nga një sundim i egër, shumë i egër. Ai sa qarkullonte dhe shpreha edhe dreqit vi do të jetë më mirë se kaq. Pra nuk ishin gëzuar as të drejtë si pakicë kombëtare, nuk është se ishin pakicë, po flasim si terminologji, pra as një të drejtë. As të drejtë në arsimimit në gjuhën e tyre, as të drejtën e literaturës në gjuhën shqipe, as në të përfaqësimit të tyre në proporcione që u takonin në administratës shtetërore etj. etj. Përkundër kësaj u cënuan rëndëve të drejtat si qytetar të Jugosllavisë, sepse u cënua e drejta e pronës, e drejta e jetës, u organizua një shpërngulje masive, do me thënë në Turqi duke identifikuar si turq, shoqëruar kjo dhe me shumë aspekte të tjera deri në asgjësimin fizik, do me thënë. Një tjetër synim italianëve dhe gjermanëve përgjatë kësaj periudhe ishte edhe rekrutimi i forcave ushtarake nga radhët e të rinjve shqiptar. Italianët e përdorën me sukses propagandën e çlirimit të Çamërisë, duke ja dalë mban të mobilizonin disa batalione me shqiptar. Por pas përballjes së parë me ushtrinë greke, pothuaj të gjithë shqiptarët dezertuan. Po kështu në Kosovë,
Gjermanët krijuan një tjetër formacion ushtarak të përbërë nga rekrutë shqiptar, që u quajt Divizioni Skanderbeg. Gjermanët tentuan t'i përdornin shqiptarët për të luftuar gueriljet komuniste, ndërkohë që studiues të ndryshëm, sidomos serb, kanë lëshuar vazhdimisht akuza sipas të cilave ky divizion u përdor nga shqiptarët për të pastruar Kosovën nga serbët. Divizioni SS Skanderbeg, që u krijua në shtator-tetor, mos gabohem, domethënë 44-s, është pas kuvendit që u organizua për krimin e lidhjes së dytë të Prizrenit, që është organizata më e fortë që është krijuar në Kosovë në këtë periudhë. Kjo organizatë i vuri vetes si qëllim çlirimin e Kosovës, dhe bashkimin me Shqipërinë. Dhe në këtë kuadër i vuri vetes si qëllim krimin e një force të armatosur që do të ishte për të mbrojtur nga një sulm, nga një terror dhe genocid serb në bashkëpunim me forca të tjera. Sigurisht që edhe gjermanëve u interesonte deri në një pikë krijimi i një formacioni të tillë, duke menduar se do ta shfrytëzonin kundër partizanëve për qëllimet e veta. Në funksion të manipulimit dhe të përdorjes të manipulimit me shqiptarët dhe të përdorjes së shqiptarëve si mish për top, u përpoqën dhe krijuan në Kosovë divizionin SS Skënderbeg, të cilin deshën ta përdornin në luftë kundër lëvizjes antifashiste të partizanëve shqiptar, jo vetëm në Kosovë, po edhe në Shqipëri. Një pjesë e këtij divizioni erdhi edhe në Shqipëri. Ajo që quhet masakra e Katërshkurtit ka të bëjë pikërisht me qënien e këtij divizioni në Tiranë. Pra, ishte përpjekja e fundit, por që dështoi, sepse shumë prej tyre dezertuan, si pasojë edhe e punës që bën antifashistët shqiptarë në Kosovë, dështoi dhe nuk pati jetë gjatë. Emri divizion është shumë i madh, por në fakt ai ishte një njësi modeste që i vun emrin e heroit tonë kombëtar Skënderbeu. Ato këtë gjë e bën pothuajse në tërë Europën qendrore. Në Hungari kemi regjimin e Horthit që veshit gjithë armatën hungareze me uniforma gjermane. Në Bullgari gjithashtu regjimi u nazifikua i tëri. Në Rumani armata u vendoset tëra në regjimin e Hitlerit. U krijua shteti Nazi State of Croatia, u krijua një shtet tërësisht nazist siç ishte Kroacia, dhe u përdorën elementet nacionalistë edhe në Serbi, edhe në Sloveni, edhe në Kroaci, për të krijuar struktura politike ushtarake të qëndrueshme. Jashtë kësaj skeme nuk mund të dilte edhe Shqipëria dhe populli shqiptar. Në mënyrë të veçantë, makineria propagandistike e Hitlerit ishte shumë më fuqishme, shumë më efikase, shumë më efektive se sa ajo e fashizmit, dhe përveç kësaj, midis propagandës dhe ambicjes dhe kapacitetit ushtarak kishte një përputhshmëri të plotë midis tyre, kështu që shqiptarët si popull në tërësi nuk arritën të josheshin, nuk i besuan doktrinës fashiste dhe asaj të Hitlerit, por pat element të oligarkisë, drejtuese të elitave politike, të intelektualëve të veçantë, të qeverive quislinge që u krijuan, por edhe në struktura këtu ushtarake, të cilat u përdoren nga jugu dhe në veri në formën fashiste dhe naziste për të bindur ose për të dhënë provën se nën autoritetin e Gjermanisë shqiptarë do realizojnë ardhmën e Shqipërisë madhe. Giuro di essere fedele al re e ai suoi reali successori. Lo giurate voi? Por çfarë fituan shqiptarët e këtyre trojeve gjatë pothuaj 3 viteve të jetuara nën protektoratin italian dhe mëtej nën atë gjerman? Pas përfundimit të luftrave gjithmonë bëhen bilance, por çfarë thoshin këto bilance për shqiptarët, sidomos për atë pjesë që jetoi përkohësisht në brendësi të kufive të rinj? Shqiptarët në këtë kohë edhe fituan. Çfarë fituan? Fituan arsimin. Sepse në këtë periudhë ministri i arsimit në 2 vitet e para ka qenë Ernest Koliq, i cili e shfrytëzoi për interesat të tij dhe dërgoi në mënyrë masive mësues nga Shqipëria në drejtim të Kosovës dhe në drejtim të Shqipërisë lindore në Maqedoni. Pra, ishte vërtet një fitore
që një moment që u shfrytëzua me mençuri dhe me finesë që të fitoj që mund të fitoj. Kemi një dyndje masive të mësuesve nga Shqipëria në drejtim të Kosovës dhe të trojve shqiptare në Maqedoni. U zhvilluan, duhet të thënë për hir të së vërtetës, disa projekte për atë periudhë, siç ishin projektet e zhvillimit ekonomik, projekte që kishin bënin me traditat kulturore, në mënyrë të veçantë u glorifikuan simbolikat shqiptare, për shqiptarët emblema e Gjergj Kasteriotit, flamuri kombëtar, hymni kombëtar dhe shumë element shumë të ndjeshëm që ishin privuar nga Voriopiri dhe doktrina e Çubrilovicit, si thua morën frymëmarrje në realitetin tonë. U zhvillua një projekt në fushën e arsimit, që është gjithashtu interesant. Në këtë periudhë mund thuhet që u mbollën shkolla shqipe si kërpurdha pothuajse në tëra hapësirat shqiptare dhe kanë lënë gjurmë shumë në historinë e arsimit. Mund thuhet madje që projekti i Kongresit Manastirit i 1908-s dhe 1909-s de facto filloi të realizohej pikërisht në këtë periudhë. Ishte një lloj joshje, ishte një doktrinë mjaft atraktive për shqiptarët. Pas fitores së koalicionit antifashist, kufit e Shqipërisë shkuan në piketat e vjetra, në ato të përpara luftës. Kosova dhe teritoret e tjera të banuara nga shqiptarë në Maqedoni u futën sërish në shtetin Jugoslav, këtë radhë drejtuar nga Josip Tito, një kroat që kishte përqafuar doktrinën komuniste. Por më e keqja dhe më e dhimbshmja ndodhi me popullsinë e Çamërisë, e cila pothuaj e gjitha nën akuzat e bashkëpunimit me pushtuesin gjerman, u masakrua, u dhunua dhe u dëbua drejt kufive të Shqipërisë. Ajo që më humbëm ne nga kjo histori ishte një lloj ngarkese që detyruam të merrnim përsipër. Ne sulmuam ashpër nga fqinjët, në mënyrë të veçantë nga Greqia në konferencën e Paqes dhe më pas. Ligji i luftës i vënë në 1940 me dekret mbretëror, si thuash, gjeti në thonjë arsyetimin historik. Koloneli Zarva ishte bashkëpunëtor i nacizmit. Dokumentat e fundit tregojnë se ai ishte shumë i lidhur ngushtë me gjermanët. Është krejt tjetër ajo që thotë në propagandë, që ai përzuri çamët dhe popullsinë shqiptare përkisht në motivime se ishin bashkëpunëtorë të nazizmit. Ai ishte bashkëpunëtor i nazizmit. Ai personalisht është financuar nga nazistët. Në dokumentat e fundit që vinë nga Foreign Office në Angli, rezultojnë në 10 nota ku Churchilli tërheq vëmendjen konsulit përgjithshëm Janin dhe thotë të ndalohet kjo reprezalje pa shembull. Neve me të vërtet deklaroi Churchilli kemi dhënë porosi të pastrohen kolaboracionistët, por jo që bëhet një reprezalje masive, një popullsi të tërë me pleq, me plaka, me fëmijë, jo që tu digjen shtëpi, tu digjen xhami, tu digjen teqet, pronat dhe pasuritë e tyre. Dhe në një farë mënyre diplomacia britanike, si thuash, u vetë korrektua, u vetë korrigjua, kur e pa avancimin e dhunshëm që Zerva dhe monarko-fashistët grek bën kundër popullsisë shqiptare. Neve morëm, si thuash, damkën e një produkti të cilin asnjëherë nuk e fituam. Neve morëm përgjithësinë e një projekti që asnjëherë nuk u realizua. Neve u njësuam me nazizmin dhe me fashizmin, kur në fakt shqiptarët si popull në tërësi, organizimi ynë ushtarak në tërësi, elitat intelektuale të milfillta shqiptare asnjëherë nuk i besuan as doktrinës që erdhi nga Roma, as asaj që erdhi nga Berlini, dhe fakti që krahasimi midis 74-75.000 trupave që ishin antifashiste dhe një grush njerëzish të cilët ju bashkuan trupave fashiste me pas naziste është një asimetri plot që tregon se shqiptarët nuk ju bashkangjiten aksit në asnjë rast, në asnjë moment si popull. En même temps que les revendications territoriales vis-à-vis de la Bulgarie, les revendications vis-à-vis de l'Albanie, les documents helléniques nous renseignent. Tentativa greke në konferencën e paqes në Paris për të renditur Shqipërinë si një shtet që bashkëpunoi me fashizmin, edhe sidomos genocidin ndaj banorëve të Çamërisë, të akuzuar nga grekët si bashkëpunëtor të fashizmit, ishin 2 goditje të rënda për Shqipërinë dhe shqiptarët.
Por a mund të gjykohen shqiptarët e kësaj kohe si dritë shkurtër sepse gabuan dhe rendën si të verbër pas këtij projekti? Po unë do të thoja pyetjen, cili ishte ai shtet në luftën e dytë botërore, në të cilin nuk u krijuan struktura kolaboratore me nazizmin? Ne kemi qeverinë e Vichy's në Francë, shteti i dytë i madh i Europës, shteti që kishte dhënë 300 vjet frëngjishtë në gjuhë diplomatike botës, shteti që kishte Evropën kontinentale në Napoleon Bonapartin, shteti më me ndiktim në politikën dhe sistemin ndërkombëtar, përsëri edhe ai krijoi një qeveri kolaboracioniste Vichy's, paskush nuk mund të akuzoj popullin francez, rezistencën franceze, generalin de Gaulle, që ai nuk luftoi kundër nazizmit. Kjo histori ka ndodhur nga Finlanda edhe deri në Athinë, ku strukturat veçanta, elementet veçantë, grupacionet veçanta, si çdo kohë, si çdo sistem, si çdo shoqëri, gjen tek pushtuesit e huaj një pikë ankorimi për të realizuar qoftë ambicet e tyre afatshkurtra ad hoc, qoftë duke manipuluar me doktrina të tjera, siç ishte ajo krijimi të shteteve të mëdha në luftën e dytë botërore. Askush nuk realizoi shtet të madh në luftën e dytë botërore. Предъявить свои захватнические претензии, Греции поставить свои вопросы перед. Në konferencën e paqes, të ndihmuar nga delegatët sovjetik dhe jugoslav, komunistët shqiptarja dolën ban të rendisin vendin e tyre ndër fituesit e luftës, por problemi i shpërnguljes së popullsisë çame mbeti krejtësisht i pazgjidhur. E në këtë pikë, duke vënë në peshorën e historisë, projekti i Shqipërisë së Madhe që ndërmorën fashistët zhvleftësohet në maksimum për sa i përket përfitimit. Sot, pas 60 vitesh të shkuara, mund të thuhet se përmes kësaj ideje, fashistët ja dolën ban të na përdornin për qëllimet e tyre.